Pas peticionit të dorëzuar antarit të Këshillit Bashkiak, njëherësh kandidatit për deputet në Elbasan, zotit Erion Murataj, ka marrë sot një përgjigje pozitive kërkesa e disa zonjave në mosh në Elbasan, të cilat kanë kërkuar rikthimin e linjës së transportit për në varrezat e qytetit. Kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate Elbasan, Erion Murataj, menjëherë sapo u njoh me kërkesën e zonjave, ju drejtua me shkresë zyrtare Bashkisë Elbasan për zgjedhjen e këtij problemi. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak, ku të pranishëm me ftesë të kandidatit Erion Murataj, ishin edhe zonjat të cilat depozituan kërkesën, u dha një përgjigje pozitive, se shumë shpejt do të rivendoset me një orar të caktuar linja e transportit drejt varrezave të qytetit. Ky nuk duhet jetë i vetmi rast, që duhet kemi respekt për të moshuarit, për pensionistët që janë kontributorët kryesorë të këtij Elbasani që kemi sot. Siç e cek edhe ti, ka një kërkesë nga i numër gjyshesh zonjash të moshuara të Elbasanit për çështjen e linjës autobusit drejt varrezave. Është i detyrim që operatori e ka, kemi diskutuar bashkë, kam diskutuar dhe me drejtorin përkatëse. Dhe për te faktit që ka një dakordsim parim. Dua që brenda një afati, një javor, 10 ditor, të marrim përgjigje definitive, cilat do jenë këto orare, dhe zonjave të bëjmë njoftimin se kur do filloj të zbatohet kjo marrëveshje. Kuptohet, nuk duhet të rëndoj operatorin, është e qartë që interesi i operatorit dhe humbjet mund të jenë të mëdha në rast se do kishte orare njëlloj si gjithë linjat e tjera të qytetit, por mbi të gjitha tek ne duhet prevalojë respekti ndaj atyre që na kanë rritur, na kanë lindur dhe kanë bërë Elbasanin një qytet i cili sot ne krenohemi me emrin e tij, dhe që për fat keq shpeshherë politika nuk i kthen syt ndaj atyre që na kanë dhënë këtë mundësi. Padyshim që plotësimi i kërkesës së tyre lumturoi këto zonja fisnike, të cilat ngritën zërin për një problematik që prek të gjithë të moshuarit. Ato falenderuan kandidatin për deputet Erion Murataj, që ju përgjigj menjëherë thirrjes së tyre dhe që i dha zgjidhje problemit që ato kishin. Ashtu siç ka bërë gjatë këtyre 2 viteve si antar i Këshillit Bashkiak të Elbasanit, kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate, Erion Murataj premton se do të vijojë misionin e tij në shërbim të qytetarëve, edhe si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ndaj bën thirrje për ta përkrahur. Partia Social-Demokrate Elbasan garon në këto zgjedhje me numrin 11.